Një aferë korruptive për çdo ditë proteste në Tiranë, numër 4. Afera e koncertit të Kanye West. Vetë kryeministri prononcohet se i vetmi investim që shkon drejt koncertit të Kanye West është 4 milion euro. Por çfarë sjell ky investim për ne? E thjesht, parandalimin e anulimit të koncertit. E kujt i intereson kjo? Dështak zemrat isha, umsa, galema dhe rastrena, oltoristash, arqi-marksistash, islamistash, por e zez. Si është e vërteta? E vërteta është si gjithnjë e thjesht dhe e ilustrueshme me dokumenta. Qysh në fillim ne kemi firmosur vetëm një letër gatishmërie si mikpritës, ku kemi garantuar përveç mikpritjes natyrisht siguri dhe mbështetje logjistike, duke theksuar se nuk marrin përsipër asnjë angazhim financiar. Por si bëhet kur je detyruar in extremis të ndërhysh siç bëm faktikisht vetëm mbrëm me 4 milion euro që të mos lejosh anullimin e një koncerti të shumëpritur dhe turprimin e Shqipërisë në radhë parë përpara atyre 10 mijëra blerësve të huaj të biletave, edhe pse për hir vërtetës do të preferonim të mos paguanim as 100 darkë deri në fund. Kryeministri pretendon se shteti shqiptar është detyruar të ndërhyjë për të dhuruar 4 milion euro nga buxheti sipas aktit normativ numër 3 i miratuar nga Kuvendi, i cili caktohet për financim në raste emergjente. Dakord pra, në raste me vërtet emergjente si tërmete, zjarre apo përmbytje, fqinjët tona ndihmojnë. Por çfarë mund të bëjmë ne me 4 milion euro? Sa shkolla mund të ndërtojmë ne me 4 milion euro? Sa spitale mund të ndërtojmë ne me 4 milion euro? Sa barna mund të marrim ne me 4 milion euro? Sa shumë mund të ndihmojmë ne në rregullimin e standardit të jetesës me 4 milion euro? Qëndroni në pritje për aferën numër 5.